Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila rrëzoi kërkesën e tij për të kundërshtuar masën e sigurisë arrest me burg. Përmes një qëndrimi të bërë publik nga avokati mbrojtës, ai shpreh pakënaqësi për mënyrën se si është trajtuar çështja, duke theksuar se gjatë procesit nuk i është dhënë mundësia të flasë personalisht para gjyqtarëve. Sipas tij, rregullat procedurale kanë penguar të paraqisë drejt për drejt pretendimet e tij dhe argumentet mbrojtëse, dhe pse shqyrtimi i çështjes ka zgjatur për muaj me radhë. Sipas procedurës suaj, ne nuk kemi mundësi të dëgjohemi. Rregullat tuaja na pengojnë të flasim vetë para jush. Në 7 muaj që trajtoni çështjen, nuk na jepni as 2 orë kohë mundësinë të flasim para jush. Nëse do të kisha patur mundësinë, sa parashtrova më sipër, do t'i kishi dëgjuar prej meje me 23 dhjetor 2025, edhe ndryshimet e pritshme në kodin penal, sepse drafti me ndryshime kishte dalë për konsultim publik që në tetor të vitit 2025. Në reagimin e tij, Ish-ministri kundërshton edhe qëndrimet e prokurisë së posaçme, sipas të cilës ai paraqet rrezik për t'u larguar jashtë vendit. Nuk pajtohem, sepse veprat penale të dyshuara u vendosën artificialisht në kërkesën e SPAK për mas sigurie. U rrit artificialisht dënimi maksimal për të ngritur alibin e rrezikut të largimit. Çfarë më shtynte mua të largohesha nga vendi? E kisha dhe kam një procedim tjetër penal për një fakt penal shumë të rëndë dhe kisha masën detyrim paraqitje. Në përfundim, Beqaj ngre shqetësim për raportin e lartë mes së paraburgosurve dhe të dënuarve në vend, duke kërkuar nga gjykata kushtetuese një qasje më të kujdesshme dhe më garantuese ndaj të drejtave procedurale të personave në hetim.